nëse kemi arritur diçka në jetë, për herë suksesin tënd atribuoja Allah. Për herë, të dish. Edhe në qoftë se është punë fizike, je mundu shumë, normal. Punëtorët lodhen, unë e di, i shohëm. Allahu inshallah shëndet gjithëve u dhasht. Por më në fund, atribuoja, qoja meritat përsëri, jo vetes, jo muskujve tu, jo krave, por qoja të meritat Allahu dhul Gjelal. E këtu ne gabojmë, që nuk e bëjmë me qëllim. Edhe si e kimi ne, po punëtor, punëtor. Ose kur arrin, ka bo një shpije, kështu me radhë, ka ble një vetur të re, ose ka shit mall, ose ka shit mirë në butikun e vetë, fabrikën e vetë. E po pa punë s'ka. Ne këtë kemi, ashtu. A është e vërtet që s'ka pa punë? Shumë e vërtetër. Ama është komplet e vërtet? Nuk është komplet e vërtet. Këtë do të na mësoj Allahu i madhnushëm. E vërtetë që s'ka pa punë, por le të më tregoj njëri prej 8 miliardë e 400 milionëve që mund të punojë nëse s'ka shëndet, jap dorën. Shëndet. S'ki shëndet. T'janë këput kamës, së në sapatish, ashtu? Hajtë qo, shko puno. A mundesh? E shëndetin kush e? I madhvi Allah. Shumë, apo kjo me thjeshta. Mos them të stakfirullah, të qoroje Zoti. Mos them të shurdoj edhe të shkelje tramvaja ose autobusi, kështu me radhë. Mos përmendi mirësi, pa fund. Vetëm trupin e njeriut, flas për shëndetin, trupin, anatomin tonë. Miliarda qeliza në sabat, ne sa kemi, renditen krejt si ushtar, krejt rinë rresht. Miliona qelizat e syrit vetëm, renditen rresht, se ti në sabat kur të dale gjumi duhet t'i qeli qësit. Allahu u bën emër, i urdhnon, o ju miliarda qelizat të syrit, rtash bëheni gati se robi im dy qelje syrit. Kjo dhunti është, oj tash Allah. Edhe ati lexoj atë. Një qeliz, flas për syrin. Një qeliz në sabat, kur ti i qelën syrit edhe unë, nëse nuk renditet mirë, ke reshti, si renditen, nuk jam ekspert, po duhet që jenë krejt gati. Njëra nëse nuk renditet mirë, ti me njënin si e qorë sabah, me një. Qorë. Nëse nuk renditet në vendin e vetë ku a deshë dhe ku e ka vendin, ti sabah me njënin si e qorë. Nëse dy qeliza nuk renditen si duhet, ti mo nuk shë hiq sabah. Qorë i. E hajsh kom punë tash. Ti që i thunë s'ka pa punë. Pa punë e di që s'ka pa punë. Me nuk mësu nuk mund të regojsh dersë, me nuk hakat nuk detë bereqeti, me nuk shku në punë s'ta hapa rogë, këne krejtë kemi parasysh, por Allahu dhul Gjelal donë neve në atot, ju mundoj, usos puna. Kjo është shumë paralelje madha është, shumë paralelje bukur është, dhe më thonë, një balans Allahu neve në banë. Ju mundoj, rezultatin unë do të jaja, s'ka problem. Ju qoj shkonin punë, bënja punë si duhet, unë da bereqeti, hiq mu së mërzit. Bereqeti është i garantuar